Policia e Tiranës ka mundur të rindërtojë të gjithë mekanizmin e sulmit me armë ndaj kompanisë farmaceutike CFO Pharma të Nadir Qaushollit, pasi derdhën me breshëri Kallashnikovi mbi 30 plumba mbi godinën e gjamë të autorët e dyshuar të ngjarjes, sipas hetuesve janë larguar në drejtim të Vorrës. Burime pranë grupit të hetimit thanë se përmes kamerave të sigurisë është ndjekur trajektoria e lëvizjes së automjetit të autorëve të dyshuar, por ende nuk është identifikuar se në pronësi të kujt është, pasi dyshohet se është i vjedhur jashtë vendit dhe targat janë po ashtu të vjedhura. Gjurmët e fundit të automjetit me cilën u thonin autorët e sulmit janë fiksuar në zonën mes fushkrues dhe fushkuqes. Në atë zonë nuk janë siguruar më kamera për të identifikuar bazën ku automjeti mendohet të jetë shkatërruar, pasi pas sulmit nuk pati njoftime për djegje makine. Për këtë shkak është shtruar kontroll në disa baza dhe banesa, por pa rezultat. Lidhur me motivin, prokuroria po heton në disa pista, siç është konkurrenca, por edhe përfshirja e Nadir Qaushollit në dhënje fajdesh. Burimin nga policia bëjnë me dije se pronari i CFO Pharmës ka dyshime të jetë i përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm dhe ka patur me herët një hetim proaktiv ndaj tij edhe pse vetë Qausholli gjatë marrjes në pyetje pretendon se sulmi vjen nga konkurrenca. Prokuroria po vjon me marrjen e dëshmive të personave që mund të kenë dieni për konfliktet e biznesmenit e po ashtu është duke hetuar aktivitetin e CFO Pharmës.